Mëra aple, të krijoj Zoti. Për tani do jesh pa Allahun. Ke vrarë familjen e Allahut. Sepse vrisi Alketën e vogël. Allah e shifte Letën që vriste Alketën e vogël dhe i thoshte, ti je shumë mirë Leta, se vret. Por hidhi acide gruas Allahut dhe Allahut. Por më shumë gruas Allahut. U fut në trup Allahu, se shkrive gruan Allahut, por nuk dolin drejtën bashk. Futën në trupin Alketës, së vogël. Alketa e vogël i thoshte gjithmonë Allahut, o Allahu, si nuk e do gruan, si mund ta lësh ti jetin acide është forta të shkri. Ata ngelën në trupin e Alketës, sepse djali i tyre u bë keq. Vriste Allahun dhe gruan, nënën dhe babën. Sot morën vesh që ai e kuptoi që ishte Allahu dhe gruaja e Allahut në trupin e Alketës. Sot është dhe djali në trupin e Alketës, sepse ai vriste Alketën dhe Allahun dhe gruan e Allahut dhe mbasi vriste Alketën, duri aple vrisnin bashkë me Letën Allahun djalin. Sepse ti e vrave Alketën gjoja. Sot është në trupin e Alketës. Aple të dogjëm fuqia, se shkon të fuqia. Shkoj gjithmonë me djalin. Nuk pranonte ti vrisje djalin. E mbaje në trup. Tani s'do e kesh më. Sa e të shkosh lart do t'iqesh. Zdorosh. Po do të krijoj duri apo Leta. Shohim sa do durosh.